Në krah të kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Hristian Mickoski, gjatë festivalit folklorik në Pustec, u shfaq pas shumë vitesh një figurë e dyshimt lokale e minoritetit maqedonas, si Edmond Themelko. Ky personazh me hije të errta në të shkuarën udhëheq sot shoqatën e sapo hapur VMRO-DPMNE në Shqipëri, e lidhur ngushtë me partinë në pushtet me të njëjtin emër në Maqedoninë e Veriut. Por kush është Edmond Themelko, organizatori i festivalit në Pustec, që hoqi himnin shqiptar, duke thyer protokollin shtetëror të Shqipërisë? Themelko e ka nisur karrierën e tij politike në Shqipëri me themelimin e Partisë Aleanca e Maqedonasve për Integrim Evropian, një subjekt politik përfaqësues për minoritetin maqedonas në Shqipëri. Nga viti 2007 deri në vitin 2015 drejtoi ish komunën Liçenas, ndërsa nga viti 2015 deri në 2019 Bashkinë Pustec. Fitoret e tij u arritën fal koalicionit me Partinë Socialiste. Megjithatë, sytë e Themelkos nuk ishin nga Tirana, por nga Shkupi. Duke përfaqësuar minoritetin maqedonas në Shqipëri, ai mori menjëherë pëlqimin e ish kryeministrit maqedonas Nikola Gruevski. Bashkëpunimi nisi me fushatën për ndryshimin e toponimeve dhe tabelave të fshatrave të zonës së Pustecit, nga emra shqiptar në Maqedonas. Por jo vetëm kaq. Në vitin 2016, Edmond Themelko u arrestua në Maqedoninë e Veriut për krime elektorale në shtetin fqinj, konkretisht për dosjen Titanic. Themelko u ul në të njëjtën bank të akuzuarish, bashkë me ish kryeministrin Nikola Gruevski, si dhe ish ministrat Gordana Jankulovska, Biljana Brishkovska-Boshkovska dhe Mile Janakieski. Roli i Themelkos ishte të dërgonte qytetar minoritar maqedonas nga Pusteci për të votuar në komunën e Çajirit në Shkup, në favor të kandidatit të VMRO-DPMNE. Ai dyshohet se falsifikoi rreth 4000 karta identiteti në kuadër të kësaj skeme për të regjistruar banor të Pustecit si votues në Çajir. Ndërkohë, Themelko mungoi 14 muaj në detyrën e kryebashkiakut për shkak të masave të paraburgimit. Ai u lirua në vitin 2017 për shkak të gjendjes shëndetësore. Në vitin 2022, Themelko doli para gjykatës, por nuk pranoi fajsin, ndaj dhe procesi gjyqësor ndaj tij vijon edhe sot. Me arrestimin dhe ngritjen e akuzave në Maqedoninë e Veriut, Partia Socialiste në Shqipëri ndërpreu bashkëpunimin me Themelkon dhe nuk e kandidoi më për kryetar bashkie. Në vend të tij, në vitin 2019, socialistët përzgjodhen Pali Kolevskin, kurse Edmond Themelko nuk qëndroi duar kryq, por kandidoi si i pavarur kundër kandidatit socialist. Në fund, fitues doli Pali Kolevski i Partisë Socialiste, kurse Themelko pa mbështetjen e Tiranës, por dhe të Shkupit, me Gruevski në aratisur për azil në Hungari, nuk u dëgjua më për disa vite. Tashmë që në pushtet në Shkup është rikthyer VMRO-DPMNE me pasardhësin e Gruevskit, Hristian Mickoskin, Themelko drejton shoqatën VMRO-DPMNE në Shqipëri. Një zgjedhje jo rastësore kjo, ndërkohë që në Maqedoninë e Veriut, i njëjti person ka ende sape pa larme drejtësinë për krime elektorale.